Ati i shenjtë Papa Francesku ka zhvilluar një vizitë të papritur në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, duke habitur besimtarët dhe restauruesit e pranishëm. Vizita ndodhi ditën e enjte, pak para orës 13, kur Ati i shenjtë vëzhgoi monumentet mortore të papëve Paolo III dhe Urbano VIII, të cilët janë restauruar së fundmi. E veçanta e kësaj dalje publike ishte veshja e Papës, ai u shfaq pa veshjen e tij tradicionale papale, por me një batanie për ta mbrojtur nga i ftohti dhe pantallona të zeza. Në videon dhe fotot e publikuara, Papa duket në karrige me rrota me tubat e oksigjenit dhe i shoqëruar nga infermieri i tij. Gjatë vizitës Papa përshëndeti besimtarët dhe takoi një fëmijë. Papa shtrëngoi dorën e një restauratore e cila kërkoi ndjes që i kishte duart e ftohta, por Papa ju përgjigj me përzemërsi. At Enzo Fortunato e komentoi ngjarjen si një tjetër shembull të Papës së surprizave. Janë shenja të një përmirësimi të gjendjes së tij dhe të dëshirës për të qenë pranë njerëzve, tha ai. Kjo dalje befasuese e Franceskut vjen pas pjesëmarrjes së Papës në meshën e jubileut të sëmurëve të dielën dhe takimit të tij me mbretin Charles dhe mbretëreshën Camilla të mërkurën. Sipas burimeve nga Vatikani, gjithçka tregon se Papa po përgatitet për ritet e Pashkës dhe nuk dëshiron të jetë vetëm përpara televizorit. Edhe pse nuk pritet marrë pjesë në të gjitha ceremonit, ai mund të jetë i pranishëm në një mënyrë të veçantë, përfshirë edhe meshën e së enjtes së shenjtë, e cila ende nuk është bërë publike në kalendarin zyrtar.